dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Qytetarët lushnjarë protestuan dje për gjendjen e spitalit të Lushnjës. Ata kërkuan përmirësimin e kushteve, shtimin e shërbimeve dhe pajisjeve mjekësore, si dhe statusin rajonal për këtë spital. Partia Demokratike Dega Lushnjë organizoi dje një protestë qytetare për të ngritur shqetësimet lidhur me gjendjen e spitalit të Lushnjës dhe kushtet me të cilat përballen pacientët dhe stafi mjekësor. Protesta u zhvillua një ditë pas zgjedhjes së kryetarit të ri të Degës, Gentian Çela. Qindra qytetarë u mblodhën në hyrje të spitalit ku shprehen pakënaqësitë e tyre për problematikat që sipas tyre kanë shoqëruar prej vitesh këtë institucion shëndetësor. Protestuesit kërkuan investime konkrete për përmirësimin e kushteve, shtimin e shërbimeve dhe pajisjeve mjekësore, si dhe statusin rajonal për spitalin e Lushnjës. Qytetarët e këtij qyteti kanë nevojë për një spital ku të shkojnë kur nuk janë mirë në gjendjen e tyre shëndetësore. Zoti e ka dhënë jetën që ne të kryejmë shkaqet për të ruajtur shëndetin dhe jo ta shkatrojmë atë. Ky nuk është spital, ky është stall. Ky është një turp, dhe një turp i madh që bëjnë ta. Dhe kërkoj që për këto spitalin e Lushnjës që gjitha, edhe për dializat që i bëjnë, që vjen fjere, vjen kudo, të bërë këtuar, ka ndërtesa, ka plot. Ëndra që ne kemi pas të shpallës spital rajonal për bashkinë Lushnjë. Gjatë fjalës së tyre, qytetarët ndanë përvoja personale lidhur me trajtimin dhe shërbimet e marra në spital, por vlerësuan punën dhe përkushtimin e mjekëve dhe infermierëve. Personalisht janë një nga ato bashkëvuajtësit e këtyre dyerve. Jo më larg se para një viti kam rrezikuar të humbas jetën për shkak të një hemorragjie dhe turpi më i madh ishte që këtu nuk ishte gjak që të më dhuronin. Duhet më vinin vëllezërit nga Greqia që të dhuronin ato 2 pika gjaku për mua që unë të jem këtu sot dhe të ngres zërin dhe për të tjerë që mund të kenë të njëjtat halle dhe probleme si unë. Ne pse të vim në Fier, ku jemi 52 qytetarë nga Lushja, që vim në Fier me 2 turne, nga Lushja, nga Divjaka, plus pastaj ka dhe nga që vim në Berat, ka dhe në Durrës, nga Lushja, dhe në Tiranë. Pse mos të vi këtu dializa këtu, se lekët e dializa ata i marrin privatët. Pas protestës para spitalit, protestuesit marshuan në rrugën kryesore të qytetit drejt bashkisë. Në përfundim të saj, deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Korreshi falenderoi qytetarët për pjesëmarrjen dhe mbështetjen, duke deklaruar se protestat për problematikat që shqetësojnë komunitetin do të vazhdojnë. Ishte kënaqësi të merrja pjesë bashkë me qytetarët e Lushnjës në atë që Lushnjë djeg më shumë, në atë që Lushnjë dha më shumë, në atë që Lushnjë deri tani nuk e kanë zgjidhur kurrë për spitalin e Lushnjës. Kjo ishte protestë qytetarësh, protestë për atë spital të Lushnjës, protest për gjithë ato që mungojnë këtu qytet. Kjo është e para një serie patjetër, kjo është e para një serie, sot lushnjarët u zgjuan, sot lushnjarët nuk folën për parti, por folën për spital. Është trishtim që të mos t'i dëgjosh këta lushnjarëve në ndaj bëjthirrje. Ju sot nga sheshi më i bukur i Lushnjës, i bëjthirrje të gjithë pushtetarëve aty që kanë në dorë fatet e lushnjarëve. E para, spitali duhet kthehet rajonal, është kërkesë e panegocueshme të gjithë qytetarëve lushnjarë. E dyta, rregullimi i gjithë ambienteve dhe jo vetëm me një kasolle, dhe e treta, shërbim falas ashtu siç është premtuar për ato që paguajnë gjithë njerëzit. Projekti riciklimi u realizua nga nxënësit e klasës së 7 të shkollës Nënshkruesi Pavarësisë Nebi Sefa. Ata përcollën mesazhe për mbrojtjen e mjedisit përmes krijimtarisë. Riciklimi dhe kujdesi për mjedisin ishin në qendër të projektit shkollor të realizuar nga nxënësit e klasës së 7 të shkollës Nënshkruesi Pavarësisë Nebi Sefa. Ata sollën një ekspozitë të veçantë me punime të realizuara nga materiale të riciklueshme, duke treguar se mbrojtja e natyrës mund të nisë në bankat e shkollës. Në punishten e vogël të riciklimit, nxënësit prezantuan modele të ndryshme si ndërtesa e shkollës, ferma kafshësh, lule dekorative, këndelojrash për fëmijë, fusha sportive dhe shumë krijime të tjera të ndërtuara me fantazi dhe përkushtim. Nxënësit përcollën mesazhin e ripërdorimit të materialeve dhe reduktimit të mbetjeve. Lënda e gjuhës shqipe na ndihmon të përcjellim mesazhe ndërgjegjësuese, të shprehimi dhe tona qartë dhe të sensibilizojmë të tjerët për rëndësinë e riciklimit. Përmes letimeve, eseve, poezive, sloganeve dhe prezantimeve ne mund të nxisim qytetarët të kujdesen më shumë për mjedisin. Sot kemi kënaqësinë të prezantojmë librin Riciklimi, vëllimi 2, një pundim e realizuar nga vetë nxënësit.
Ky libër është fryt i kërkimit, bashkëpunimit dhe dëshirës sonë për të mësuar më shumë rreth mbrojtjes së mjedisit dhe rëndësisë së riciklimit. Gjatë punës në këtë vëllim ne kemi marrë informacione nga fusha të ndryshme të riciklimit, duke zbuluar se sa shumë materiale ripërdoren, ato mund të marrin krejtësisht një jetë të re. Ne kemi përfshirë temat si riciklimi i letrës, i kartonit, i plastikës, i baterive, ujit, tekstileve, i materialeve të ndryshme edhe shumë gjëra të tjera, duke dalë me rezultatin që këto janë materiale të vogla, të cilat ne në jetën tonë i quajmë si mbeti të zakonshme. Një vëmendje e veçantë është kushtuar edhe risive shkencore dhe teknologjisht në fushën e riciklimit. Mësuesja kujdestare Aurora Dërka vlerësoi punën dhe përkushtimin e nxënësve të cilët prej disa muaj me radhë punuan për të realizuar projektin dhe për të sjellë ide origjinale. Ky projekt nuk ka nevojë për shumë fjalë, sepse tematika është e tillë. Për riciklimin nuk mund të flasësh, për riciklimin mund të punosh, mund të projektosh, mund të bësh statistika, grafike dhe pafund modele të ndryshme. Bashkë me fëmijët, me ndihmën e profesor Beni dhe mësuesve të gjithë stafit të shkollës sonë, bashkë edhe me ndihmën e madhe të drejtorisë që na ka mësuar ambientet e përshtatshme për të realizuar këtë projekt, kemi nisur punën kaq muaj më përpara për të realizuar këtë projekt të përfunduar ditën e sotme. Dua të falenderoj secilin nga fëmijët prezent për punën e realizuar gjatë gjithë këtyre muajve. Drejtoria e shkollës përgëzoi nxënësit, mësuesit dhe prindrit për bashkëpunimin dhe kontributin në realizimin e projektit, duke theksuar se aktivitete të tilla ndihmojnë në formimin e qytetarëve të përgjegjshëm dhe të ndërgjegjshëm për natyrën. Tema ishte shumë interesante. Tema është shumë aktuale, është një fenomen botëror për problemet e ndotjes, sikurse edhe riciklimi. Pra jemi në fazën e riciklimit të çdo mbeti që ne të mbrojmë natyrën, të mbrojmë gjithçka ekosistemet që në fund fundit ato janë pjesa më e ngushtë e jetës së çdo gjallëse, si bimore, ashtu shtazore dhe pse jo dhe deri tek ne. Shpërndante lëndë narkotike kokain dhe drejtonte automjetin nën efektin e alkoolit. Policia e Lushnjës lokalizon dhe vën në pranga 38 vjeçarin. Policia e Lushnjës ka vënë në pranga një 38 vjeçar që shpërndante lëndë narkotike kokain dhe drejtonte automjetin në efektin e alkoolit. Gjithashtu ai ndëshkohet me 55.000 lekë gjob për shkeljet rrugore të kryera. Në automjetin dhe banesën e tij u gjetën 33 doza kokain gati për shitje. Dozat u sekuestruan bashkë me automjetin, një peshore elektronike dhe 4 celular. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, gjatë monitorimeve të kryera në të gjithë territorin e qarkut me objektiv konstatimin e shtetasve që kryen manovra të dyshimta dhe të rrezikshme, me mjetet që drejtojnë nga shërbimet e policisë rrugore, u ndalua për verifikim në aksin rrugor Fjeshegan Krutje, automjeti me drejtues shtetasin EK 38 vjeç banues në Lushnjë. Nga testi i bërë, rezultoi se 38 vjeçari e drejtonte automjetin në efektin e alkoolit dhe nga verifikimet e mëtejshme rezultoi se nuk e kishte pajisur automjetin me siguracion. Për të dyja shkeljet u ndëshkua me masa administrative në total 55.000 lekë gjob. Mëtej u kryen kontrolle në automjet dhe në banes ku ju gjetën në total 33 doza lëndë të dyshuar narkotike kokain dhe një peshore elektronike. Në përfundim të veprimeve procedurale të kryera në kuadër të operacionit të koduar penalitetet, specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve arrestuan shtetasin EK për veprën penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Materialet procedurale u referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. Miratohet projekt ligji për amnistin. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu tha se 380 të dënuar përfitojnë lirim të menjëhershëm. Përjashtohen të dënuarit për korrupsion dhe krim të organizuar. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu ka prezantuar në Komisionin e Ligjeve projekt ligjin për amnistin penale, duke theksuar se përfituesit kryesor do të jenë të dënuarit për vepra me rrezikshmëri më të ulët, ndërsa nga kjo masë do të përjashtohen kategorisht personat e dënuar për korrupsion, krim të organizuar dhe veprat penale që hetohen nga strukturat e posaçme antikorrupsion. Sipas ministrit, projekt ligji parashikon lirimin e menjëhershëm të 380 personave, që aktualisht vuajnë dënimin në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, ndërsa rreth 900 të dënuar të tjerë do të përfitojnë ulje të dënimit. Ai nënvizoi se amnistia është hartuar duke respektuar standardet ligjore dhe duke ruajtur një qasje të kujdesshme ndaj sigurisë publike. 380 persona fitojnë
lirim të menjëhershëm nga ky projekt ligj që ne kemi sjell, ndërkohë që 900 persona përfitojnë ulje të dënimit dhe 0 persona, e theksoj, 0 persona të dënuar për korrupsion, për krim të organizuar dhe për çështje që janë në kompetencë të strukturave të posaçme, antikorrupsion dhe të dënuar nga gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, GKKO, përfitojnë nga kjo amnisti. Pra askush që është në jurisdiksionin e SPAK-ut dhe GKKO-s nuk përfiton nga kjo amnisti. Ky projekt ligj nuk e toleron krimin, por ky projekt ligj dallon qartazi me saktësi juridike dhe me ndërgjegje shoqërore mes personit që vazhdon të përbëj rrezik për shoqërinë dhe duhet të vuaj dënimin, të vazhdoj të vuaj dënimin në institucionet e vuajtjes dënimit, dhe atij personi që shteti vlerëson se është përmbushur qëllimi i dënimit dhe nevojitet të rehabilitohet, të rikthehet në shoqëri. Ky ligj nuk shuan asnjë të drejtë civile të viktimës. Pra amnistia prek marrëdhënien mes shtetit dhe autorit të veprës penale. Ndërkohë që e drejta e viktimës për dëmshpërblim mbetet e plot dhe e pacënuar, ky është edhe thelbi i nenit 7 të projekt ligjit. Projekt ligji për amnistin pritet të shqyrtohet mëtej në komisionet parlamentare përpara se të kaloj për votim në seancën plenare. Mbaron numërimi i votave në Kosovë. Vetëvendosje konfirmohet forcë e parë me 42.91%, PDK e dyta me 21.12% dhe LDK e treta me 17.58%. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar numërimin e qendrave të votimit për zgjedhjet parlamentare në Kosovë, duke konfirmuar lëvizjen vetëvendosje si forcën e parë politike në vend. Sipas rezultateve preliminare, lëvizja vetëvendosje ka siguruar 42.91% të votave ose 299.152 vota, ndërsa në vendin e dytë rënditet PDK me 21.12% dhe e treta LDK me 17.58%. Nga 2498 qendra votimi, pjesëmarrja në votime ishte 37.05%, me 726.071 qytetar që ushtruan të drejtën e votës. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës mori 7.16% të votave, ndërsa lista serbe 6.18%. Megjithatë, rezultatet mbeten ende preliminare pasi në përfundimin e numërimit dhe verifikimit të votave me kusht, votave të diasporës dhe procedurave të tjera ligjore të parashikuara nga KQZ-ja. Ndërkohë, Komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kos ka uruar kryeministrin në detyrë të Kosovës Albin Kurti për rezultati zgjedhor, duke cilësuar procesin si të qetë, gjithëpërfshirës dhe të rregullt. Zgjedhjet e 7 qershorit u mbajtën pas krizës institucionale të krijuar nga mosmarrveshjet për zgjedhjen e presidentit pas përfundimit të mandatit të Vjosa Osmanit. Kto ishin zgjedhjet e treta në më pak se një vit e gjysmë pas 2 proceseve të mëparshme, që nuk arritën të siguronin stabilitet të plot institucional. Presidenti Amerikan Donald Trump ndërpret intervistën me NBC News pas debatit për zgjedhjet e vitit 2020 gjatë transmetimit. Më ka mbaruar durimi, tha ai. Presidenti i Amerikës Donald Trump ndërpreu një intervistë me NBC News pas një përplasjeje me moderatoren Kristen Welker, lidhur me pretendimet e tij për manipulimin e zgjedhjeve në Kaliforni dhe zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020. Gjatë emisionit Meet the Press, Welker kërkoi prova për akuzat e Trump mbi parregullsitë zgjedhore. Presidenti u përgjigj se bindja e tij bazohej në atë që kishte parë dhe dëgjuar, ndërsa moderatorja theksoi se kjo nuk përbënte provë konkrete. Debati u tensionua me presidentin që akuzoi mediat për paragjykim dhe i quajti gazetaren budallaqe ose të korruptuar, përpara se të deklaronte se i kishte mbaruar durimi dhe të largohej nga intervista. Përplasja ndodhi gjatë diskutimeve mbi pretendimet e përsëritura të presidentit Trump se zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 ishin manipuluar. Ai ngriti gjithashtu dyshime për procesin e numërimit të votave në zgjedhjet paraprake në Kaliforni, ku rezultatet ende nuk ishin certifikuar për shkak të verifikimeve në vazhdim.
Në intervistë, Trump komentoi edhe zhvillimet në lindjen e mesme, duke mbrojtur qëndrimin amerikan ndaj Iranit dhe duke deklaruar se çdo veprim i Amerikës do të kishte si objektiv eliminimin e kërcënimit bërthamor iranian pa u shndërruar në një konflikt të gjatë. Intervista u zhvillua në shtetin e Wisconsin gjatë një aktiviteti me fermer dhe sipas NBC News zgjati rreth 50 minuta përpara se presidenti të largohej nga vendi i xhirimit. Ky është edicioni i lajmeve për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.